Të nderuar miq të dashur, vëllezër dhe motra, më Krishtin ja ku jemi së bashku në takimin ton të përditshëm Komenti i Shkrimit të Shenjtë. Jemi në datën 13 gusht dhe Kisha Ortodokse në këtë datë na nxit të lexojmë nga letra e dytë e Apostullit Pavlit drejtuar Korintasve, kapitulli 4, vargu 1 deri në vargu 12. Le ta lexojmë dhe ta komentojmë sipas etave. Prandaj, duke pasur këtë shërbim për mëshirën që na është bërë ne, nuk na lëshon zemra. Ne kemi hequr dorë plotësisht nga gjërat e turshme që bëhen në fshehtësi, duke mos ecur me dinakri, duke mos falsifikuar as pak fjalën e Perëndis, por duke shfaqur të vërtetën, ne ja rekomandojmë veten tonë dëgjes së çdo njeriu përpara Perëndis. Nëse ungjilli ynë është ende i mbuluar me vel, ai është i mbuluar për ata që humbin, të cilëve Perëndia e këtij shekulli u avërboi mendjet e tyre që nuk besojnë që drita e ungjillit të lavdisë së Krishtit që është shëmbullimi i Perëndis të mos ndriçojë tek ata, sepse ne nuk predikojmë pra veten tonë, por Isu Krishtin, Zotin, dhe jemi shërbëtorë tuaj për hir të Isu Krishtit, sepse Perëndia që tha, le ndriçoj drita në errësirë, është i njëjti që shkëlqeu në zemrat tona për të na ndriçuar në njohurinë e lavdisë së Perëndis në fytyrën e Isu Krishtit. Dhe kemi këtë thesar në enë prej balte të që përsia pa shoqe kësaj fuqie nga Perëndia dhe jo nga ne. Ne jemi të shtrënguar në çdo mënyrë, por nuk jemi të ngushtuar deri në fund. Jemi ndërdyshas, por jo të dëshpëruar. Jemi të përndjekur, por jo të braktisur, të rrëzuar, por jo të shkatëruar. Kurdo ne mbajmë në trupin tonë vdekjen e Zotit Jesu, që dhe jeta e Jesuit të shfaqet në trupin tonë. Ne që jetojmë vazhdimisht të rrëzuar në vdekjen për Jesuin, që dhe jeta e Jesuit të shfaqet në mishin tonë të vdekshëm. Dhe kështu tek ne vepron vdekja, ndërsa tek ju jeta. Pra, kjo është pjesa që lexojmë nga letra 2 e Apostullit Pavlit, letra 2 drejtuar Korintasve, kapitulli 4, vargu 1 deri në vargun 12, dhe ta komentojmë sipas etave. Kjo është një nga pjesët më të thella të shkrimeve të Apostullit Pavlit mbi natyrën e shërbesës së krishterë. Por vazhdojmë dhe lexojmë varg për varg dhe komentojmë. Prandaj, duke pasur këtë shërbim për mëshirën që na është bërë, ne nuk na lëshon zemra. Shënjo Angujarti për këto fjalë të Apostullit Pavlit komenton se apostulli nuk mbështet tek forcat e tij, po tek mëshira e Perëndis. Vetë fakti që është zgjedhur për të shërbyer është dhuratë, jo merit. Pra, edhe kur neve sot jemi në shërbim dhe kur shërbimi bëhet i vështirë, besimtari nuk dorëzohet, sepse motivimi nuk buron nga suksesi njerëzor, por nga mëshira e Perëndis. Lexojmë vargun e dytë. Ne kemi hequr dorë plotësisht nga gjërat e turshme që bëhen në fshehtësi, duke mos ecur me dinakri, duke mos falsifikuar as pak fjalën e Perëndis, por duke shfaqur të vërtetën. Ne ja rekomandojmë veten tonë dërgjegjës së çdo njeriu përpara Perëndis. Kemi hequr dorë nga gjërat e turshme, thot Apostulli Pavli. Çfarë kuptimi kam? Përsëri Shënia Gojarti thekson se predikuesi nuk duhet përdor mashtrim, manipulim apo shtrëmbarim të shkrimit për të mikluar ose për të bërë për vete turmat. Pra, një predikues, siç ishte edhe Apostulli Pavli, nuk interesohet të pëlqehet nga njerëzit, por të thotë të vërtetën. E vërteta ka forcën e saj. Në një botë ku informacioni shpesh manipulohet, i krishteri është thirrur të jetë i ndershëm dhe transparent, aq më tepër kur bëhet fjalë për një predikues, për një katekist, si klerik apo dhe laik. Ne flasim dhe për vargun e tretë, dhe në qoftë se ungjilli ynë është i mbuluar me vel, ai është i mbuluar për ata që humbin. Dhe në këtë varg, apostulli, si shton dhe Etrit, veli nuk është mbi ungjillin, por mbi zemrat e atyre që nuk pranojnë të besojnë. Pra ata vetë nuk duan ta pranojnë dritën e ungjillit. Si shton dhe Krishti që drita erdhi në botë dhe njerëzit donin më shumë errësirën, sepse në errësirë bëjnë mëkatet e tyre. Jo çdo refuzim i ungjillit tregon dështimin e predikuesit. Zemra duhet të jetë e hapur ndaj hirit. Pra, një predikues që shkon për të predikuar si klerik e laik nuk ka përgjegjësinë që njerëzit patjetër duhet besojnë. Jo, ai përgjegjësinë ka që ta thotë të vërtetën ungjillore me dashuri dhe pa falsifikim. Pastaj përgjegjësia është atyre që e dëgjojnë, ashtu siç është dhe shëmbulltyra e Farelësit që hodhi farën, por disa ranë tokë të mirë, por të tjerat që ranë në tokë me ferra, zallishte dhe rrugë nuk dhan fruta. Dhe këtu nuk ishte përgjegjësia e Farelësit, as e farës, por e tokës.
E njëjta gjë është edhe ajo çfarë thotë apostulli Pavli. Në qoftë se ungjilli është i mbuluar me vel, kjo nuk është përgjegjësia e predikuesit, por e atyre që nuk duan të dëgjojnë, pra mbyllin zemrën e tyre dhe veshët e tyre. Siç thotë Zoti, kanë vesh, por nuk dëgjojnë, ka sy, por nuk shikojnë. Në vargun e 4 lexojmë, të cilëve Perëndia i këtij shekulli u averboi mendjet e atyre që nuk besojnë që drita e ungjillit e lavdisë së Krishtit, që është shëmbëllimi i Perëndisë, të mos ndriçojë tek ata. Pra, këtu na i shpjegon më qartë apostulli Pavli dhe sipas hetrit, Perëndia i këtij shekulli është Satanai. Pse quhet Perëndi? Perëndi në thonjza, sepse në një farë mënyrë ai pretendon se është Perëndi, por është një perëndi butafori, pra i vetë quajtur Perëndi, dhe aq më tepër ai mori pushtet mbi njerëzit dhe mbi botën për shkak të mashtrimit. Dhe Zoti i ka dhënë liri djalit deri në ardhin e tij të dytë. Kështu që ai kërkon adhurim nga njerëzit pavarësisht se është një angjëll i rënë. Por ai është Perëndi i këtij shekulli që mbaron. Kështu që do të mbaroj edhe lavdidashja e djallit dhe gjithë atyre që janë mashtruar dhe adhurojnë djallin. Patjetër që ai nuk është Zoti vërtet si shtam, por shtron ndikim mbi ata që zgjedhin errësirën dhe bëhet Zoti i tyre ose Zoti i errësirës. Ktu është mashtrimi i shumë magjistarëve, okultistëve, satanistëve, të cilët mendojnë se djalli është Zoti i errësirës dhe prandaj i shërbejnë atij, adhurojnë atë, sepse thonë që ne nuk e duam Zotin e dritës, por ne adhurojmë Zotin e errësirës dhe kështu Zoti i errësirës do të na mbrojë neve. Në të vërtetë, siç thuhet edhe në shkrimin e shenjtë, kur të vi Krishti për herë të dytë, i pari që do shkojë në ferr do jetë Satanai bashkë me gjithë rreshtin e angjëve të rënë dhe bashkë me ta të gjithë ata që adhurojnë djallin ose i binden atij. Shën Agustini thekson se djalli nuk krijon verbëri, ai e forcon atë tek ata që refuzojnë dritën. Pra, verbëria shpirtërore nuk është thjesht përgjegjësia e djallit, është liria e keqpërdorur e njeriu. Mashtrimi shpirtëror nuk ndodh vetëm përmes mëkateve të mëdha, por dhe përmes krenarisë, materializmit, indiferencës. Këto janë gjëra të cilat i përdori ligu për të na krijuar atë verbërinë që mos të shohim dhe ta dëgjojmë ungjillin ose lajmin e mirë. Jemi në vargun e 5 ku na thuhet, sepse ne nuk predikojmë pra veten tonë, por Isu Krishtin Zotin, dhe jemi shërbëtorët tuaj për hir të Isu Krishtit. Apostulli Pavli, siç na thon edhe Etrit, ne nuk predikojmë veten, prandaj ai dhe të gjithë ata që janë thirrur për të predikuar nuk duhet bëjnë qendra e vëmendjes. Qendra është vetë Krishti. Çfarë tashën Johan Pakzori për Krishtin? Ai duhet lartësohet dhe unë duhet të ulem. Ky është motivi që duhet ketë çdo predikues, që kishte edhe apostulli Pavli. Çdo shërbim që promovon më shumë personalitetin tonë se sa Krishtin ka humbur drejtimin, dhe jo vetëm predikuesi humb drejtimin dhe kërkon vetë pëlqim, por ai është skandal dhe ka humbur edhe turmën që nuk e çon te Krishti dhe çon te vetja, që një ditë patjetër ai siç e ka humbur rrugën, do humbë rrugën dhe të tjerëve, sepse të tjerë do të zhgënjen nga ai duke pasur një pritshmëri të gabuar. Prandaj duhet patjetër, siç thotë apostulli Pavli, të mos predikojmë veten, të pëlqejemi nga njerëzit, të predikojmë fjalët e Krishtit dhe veprën e Krishtit. Pra, njerëzit duhet të çojmë te Krishti, që edhe kur tek neve, si që një njerëzore të rëna shikojnë ndonjë skandal, në një gabim, në një mëkat, turma mos të humbi drejtimin, po të jetë e fokusuar dhe bashkuar me Krishtin. Shikojmë vargun e 6 ku na thuhet, sepse Perëndia që tha, le ndriçoj drita në errësirë, është i njëjti që shkëlqeu në zemrat tona për të na ndriçuar në njohurinë e lavdisë së Perëndisë në fytyrën e Isu Krishtit. Ashtu si krijimi filloi me dritën, pra është dita e parë, edhe rikrijimi shpirtëror fillon me ndriçimin e zemrës. Shëngojartë e quajnë këtë krijimin e ri në shpirt. Dhe kjo është nga krijimi më të mëdha që bën Zoti, sepse është një krijim jo inert siç ishte bota fizike, por krijim i një qenie njerëzore, të krijuar sipas ikonës Perëndis, por që e humbi këtë ikonë, deformoi dhe potencialin për të bërë ngjashëm me Zotin për shkak të mëkatit. Por në Krishtin ne rikrijohemi përsëri. Besimi nuk është vetëm një njohuri intelektuale, është një ndriçim i brendshëm që ndryshon mënyrën se si shohim jetën. Pra, është shumë e rëndësishme që drita e Zotit të ndriçojë zemrën tonë, sepse
Duke ndriçuar zemrën, ndriçohen edhe motivet dhe mendimet dhe veprimet tona. Vargu 7 na thot: dhe ne kemi këtë thesar në enë prej balte që e përsia pashoqe kësaj fuqie të jetë nga Perëndia dhe jo nga ne. Etrit e interpretojnë kështu këtë fjalë të apostullit Pavlit: enë prej balte janë trupat tanë të brisht dhe natyra jonë njerëzore. Thesari është hiri i Perëndis. Shëngoja Gojarti thot: nëse ena është e dobët dhe thesari mbetet i paprekur, bë qartë se fuqia vjen nga Perëndia. Ktu është ai mendimi i përulur që duhet kemi. Në qoftë se ne kemi një aftësi për të folur, këtë kemi jo nga vetvetja, prandaj nuk duhet mburremi, por nga hiri i Perëndis. Dhe gjithmonë nuk do të harrojmë se jemi enë prej balte. Pra, kemi një thesar, si ta imagjinojmë këtu, në një enë prej balte. Vlera nuk është e poçja, po vlera është çfarë mban poçja prej balte. Kështu që vlera është e hirit Perëndis që është në mendjet, shpirtet dhe trupat tanë. Dobësitë tona nuk na justifikojnë. Shpesh Perëndia e shfaq fuqinë e tij pikërisht në dobësitë tona. Pra, nuk do të thotë ti je një predikues që të kesh një elokuencë të dalluar, të kesh një amësi intelektuale, memorie gjithë. Jo, nuk do thotë kjo. Perëndia zgjedh shpeshherë njerëz që bota i quan të pavlerë, të pashkolluar, njerëz që kanë dhe probleme dhe me të folur, siç ishte për shembull dhe profeti Mojsi, i cili nuk fliste lirshëm, por ai është ligjdhënësi i ligjit Perëndis për popullin e Izraelit. Por edhe apostulli Pavli që u zgjodhi, dhe ai pavarësisht se ishte një intelektual, dhe ai kishte një dobësi, pra kishte një vështirësi me shikimin, ose shumë të tjerë. Pra, Zoti zgjedh njerëz që kanë probleme që t'u tregojë atyre, por dhe të gjithëve, që është hiri i Perëndis ai që bën veprën dhe fuqia e Perëndis shfaqet në dobësitë tona. Prandaj, mos prisni ti një predikues diçka të mrekullueshme, diçka të përsosur, jo. Te një predikues do shikojmë çfarë ai thot dhe çfarë ai bën, kuptohet? I thot ato sipas asaj çfarë tha Krishti, apo thjesht po krijon poezira, po krijon hartime, po krijon poema dhe krijon një gjini letrare thjesht për të gudolisur veshët e njerëzve. Ky nuk është një predikues i vërtet. Ky mund të jetë një shkrimtar i Zotit ose mund të jetë një poet, por nuk është një predikues. Predikuesi i vërtet është ai që thotë të vërtetën e Zotit me dashuri dhe pa falsifikim. Dhe me mendje të përulur. Në vargun 8 lexojmë: ne jemi të shtrënguar në çdo mënyrë, por nuk jemi të ngushtuar deri në fund. Jemi ndërdyshas, por jo të dëshpëruar. Në këtë vargje, apostulli Pavli përdor disa kontraste për treguar se hiri është gjithmonë më i madh se prova. Pra, pavarësisht se apostulli kalonin prova shumë të vështira, përsëri hiri vepronte tek ata. Puna e Perëndis bëhej. Presioni nuk do të thotë se Perëndia ka munguar. Mund të jesh në presion dhe njëkohësisht i mbështetur prej tij dhe të vazhdosh të bësh punën dhe veprën e tij. Jemi në vargun 9, jemi të përndjekur por jo të braktisur, të rrëzuar por jo të shkatruar. Përsëri apostulli Pavli thot dhe kur njerëzit largohen, Perëndia nuk largohet. Pra, kjo ishte provoja e apostujve dhe e martirëve. Ata ishin dhe të përndjekur nga njerëzit, por Perëndia bashkëpunonte me ta. Vetmia nuk është gjithmonë braktisje. Besimtari mund të jetë i vetëm para njerëzve, por jo para Perëndis. Shpeshherë na krijohet një ide sikur na kanë braktisur gjithë, dhe ndoshta edhe kjo mund ndodhi për arsye të ndryshme, për karakterin ton, dobësinë ton, por për zilin, për të smirën e të tjerëve, dhe kjo ndodh dhe në ambientet kishtare, në institucionin kishtar. Nuk është diçka e pazakontë. Ka ndodhur me njerëz shenjtor. Por asnjëherë nuk duhet mendojmë se duke na braktisur njerëzit na ka braktisur Perëndia dhe ne duhet të heqim dorë nga shërbimi që Zoti na ka caktuar. Prandaj ne nuk jemi vetëm, ne jemi gjithmonë me Perëndin dhe duhet i bindemi Perëndis dhe duhet vazhdojmë të bëjmë detyrën e Perëndis edhe kur njerëzit nuk duan na ndagjojnë ose na privojnë ose na mënjanojnë, ne duhet vazhdojmë të bëjmë shërbimin. Kuptohet aq sa na lejohet. Dhe vazhdojmë në vargun 10 ku na thuhet: kudo ne mbajmë në trupin tonë vdekjen e Zotit Jesu, që dhe jeta e Jesuit të shfaqet në trupin tonë.
Kjo nuk kupton vetëm vuajtje fizike, por një jetë të kryqëzuar ndaj egoizmit dhe mëkatit. Shërbimi apostolik nuk ishte shërbim relaksi, kënaqësie, shërbim bindje, sakrifice, përkushtimi sipas vullnetit ynor. Prandaj edhe apostulli Pavli dhe gjithë apostujt e tjerë nuk e ndalonin apostullimin kur ata kishin përndjekje, kur kishin vuajtje, kur kishin mënjanim, por ata vazhdonin kudo që t'ishin, madje edhe në burg, siç apostulli Pavli shumë letra i ka shkruar kur ishte në burg. Pra, gjenin çdo mënyrë për ta kryer shërbimin apostolik. Çdo sakrificë për Krishtin bëhet pjesëmarrje në kryqin e tij. Pra, asgjë nuk u mbet. Vetë Zoti Jezu Krisht, Zoti i qiellit dhe dheut, e i bërë bi njeriu, ai për 3 vjet e bëri detyrën e tij si apostull i Atit bashkë me Shpirtin e Shenjtë, e bëri me sakrifica. Kishte përndjekje, kishte kundërshtime, kishte mënjanime, por ai vazhdoi deri në fund. Të njëjtën gjë duhet bëjmë edhe neve. Dhe kështu marrim pjesë në vuajtjet e Krishtit, i përngjajmë atij. Prandaj, nëse një predikues predikon dhe nuk ka pengesa, ai nuk është një predikues sipas Zotit, por është një predikues sipas njerëzve. Dhe le të vazhdojmë dhe flasim edhe për vargu 11. Ne që jetojmë me vazhdimisht dorëzuar në vdekjen për Isuj, që dhe jeta e Isuj të shfaqet në mishin ton të vdekshëm. Vazhdon apostulli Pavli dhe trajton misterin e vuajtjes të një predikuesi. Pra, çdo dorëzohemi vazhdimisht në vdekje. Çdo rrezik që përballonin apostujt ishin një dëshmi e gjatë se fuqia e ringjalljes vepron tek ata. Pra, edhe pse vdekja ishte aq afër nga kundërshtimi i njerëzve, nga përndjekja, përsëri ata mbjetonin, dhe kjo ishte fuqia e ringjalljes që vepronte tek ata. Pra, vepronte në trupat e tyre. Kemi raste për shembull që apostulli Pavli e goditën me gur, dhe ata kishin menduar se ai kishte vdekur dhe e lanë, por ai u ngjall dhe vazhdoi misionin. Gjitha që apostulli Pavli shkruan i kishte nga të përjetuar nga përvojat e tij. Edhe për neve sot, sprova mund të bëjë një dëshmi që jeta e Krishtit vepron në ne. Pra, kur kemi një sprovë, madje kur kemi edhe një sfidë me vdekjen fizike, ose një smundje ose një pengesë shumë e madhe, dhe kur ne e kalojmë atë, tregon se fuqia e Zotit vepron tek neve. Dhe kjo jep më autoritet fjalës që ne themi tek njerëzit. Dhe ne jemi më bindës sepse ato që themi i kemi të provuar në jetën tonë. Dhe vargu i fundit për sot është: dhe kështu tek ne vepron vdekja, ndërsa tek ju jeta. Si të kuptojmë këto fjalë të apostullit Pavlit? Pavli pranon se vuajtjet e tij janë bërë shkak që të tjerë të marrin jetë shpirtërore. Shën Joan Gojarti thotë se bariu i mirë është gati të vuajë që kopeja të jetojë. Dashuria e krishterë shpesh kërkon sakrificë, ashtu siç janë prindrit për fëmijë, por edhe atësia shpirtërore kërkon sakrificë. Po ashtu edhe një apostull, një misionar, një ungjillor kërkon sakrificë. Ai duhet të japi gjithçka që ka të tjen, të kohës së vet, të jetës së tij, dhe të pranoj vuajtje. Dhe për hir të këtij durimi, për hir të kësaj vuajtje, të tjerë të përfitojnë. Pra është ajo çfarë bëri Krishti. Krishti e shpëtoi botën duke vuajtur ai, dhe jo duke e bërë botën që të vuajë. Të njëjtin gjë bëjnë dhe të dërguarit e Krishtit. Pra ata pranojnë vuajtje dhe sakrifica, dhe kur thotë apostulli Pavli edhe vetë vdekjen, që jeta e Zotit ose prej Zotit të veprojë tek ata. Zoti do një shkak që të veprojë. Por njerëzit e botës, njerëzit e mëkatit, njerëzit e verbuar nga Perëndia e kësaj bote që siç thamë është Satanaj, nuk i japin shkak Perëndis. Atëherë çfarë ndodh? Ndodh kjo që besimtarët, njerëzit e dërguar të Perëndis, vuajnë për hir të mëkatarëve, dhe ata pra mbajnë këto vuajtje me durim dhe kështu luten që mëkatarët të mëshirohen, të ndriçohen, dhe Zoti për hir të tyre, për hir të vuajtjes tyre bën atë ballancimin e të keqes me të mirën, dhe e rebelimit me bindjen, dhe ndikon tek njerëzit që ata të besojnë, t'ju hapet mendja, të ndriçohen. Le të japim edhe një shembull të thjesht fizik për shembull. Zakonisht jo gjithmonë drita e diellit hyn në çdo skuq, sepse e pengojnë dritën e diellit, por mund të çojmë dritën e diellit me një veprim të thjeshtë. Marrim një pasqyrë, drejtojmë nga dielli dhe pastaj pasqyrën drejtojmë nga skuqat e errta. Dhe
Drita e diellit nëpërmjet pasqyrës shkon te skuqët e errëta. Kështu edhe hiri i Perëndis nëpërmjet besimtarëve të tij dhe atyre që durojnë padrejtësi dhe sfidojnë edhe vetë vdekjen për hir të Zotit, Zoti çon dritën e tij, çon mëshirën e tij, çon hirin e tij tek mëkatarët që janë në errësirë. Prandaj, tema kryesore e këtij pasazhi, siç na thon dhe Etri te Kishit, është shërbesa, është dhuratë e mëshirës Perëndis, jo arritje personale. E vërteta nuk ka nevojë për mashtrim, por duhet shpallet me ndeshmëri. Mosbesimi është verbëri shpirtërore, jo mungesë e fuqisë së Ungjillit. Hiri i Perëndis vepron përmes dobësisë njerëzore si thesar në emër të Balte. Vuajtjet e krishterë nuk janë shembuj humbje, por mund të bëhen vendi ku shfaqet jeta dhe fuqia e Krishtit në dobi dhe të tjerëve. Në traditën patristike, ky pasazh është si një përmbledhje e jetës së krishterë, porosinë në shërbim, besnikëri ndaj të vërtetës, durim në vuajtje dhe besim se fuqia e Perëndis shfaqet më qartë pikërisht në dobësinë e njeriu. Mendoj të nderuar miq, dashur vëllezër dhe motra Makrin, ta ndërpresim këtu bisedën për sot, por takuar në takimin e ardhshëm. Deri atëherë, mirupafshim.